Të dhënat më të fundit të sapo publikuara mbi indeksin e çmimeve konfirmojnë atë që qytetarët po e ndjejnë çdo ditë në xhepat e tyre. Kostoja e jetesës po pëson një rritje të pandalshme, ku peshën kryesore pas transportit po e mban strehimi. Sipas raportit zyrtar mbi inflacionin, grupi që përfshin qirat, ujin dhe energjin ka shënuar një rritje shqetësuese prej 4.8%, duke u kthyer në një ndër barrët më të rënda për buxhetet familjare. Ky shtrenjtim i vazhdueshëm i qirave po krijon një situatë kritike, sidomos për të rinjt dhe familjet që jetojnë në qytetet kryesore, ku gjetja e një banese me çmim të arsyeshëm po kthehet në një mision thuajse të pamundur. Ndërsa norma vjetore e inflacionit ka arritur në 2.6%, rritja e çmimeve nuk është e kufizuar vetëm te muret e shtëpisë. Sektori i transportit mbetet kampioni i shtrenjtimit, me një rritje galopante prej 7.5%, e ndikuar fuqishëm nga pasiguria në tregjet ndërkombëtare të energjisë pas konflikteve të fundit në lindjen e mesme, veçanërisht me Iranin. Kjo rritje e çmimit të karburanteve ka krijuar një efekt zinxhir që po godit çdo shërbim, duke bërë që edhe sigurimet, shërbimet financiare dhe produktet e argëtimit të kushtojnë shumë më tepër se një vit më parë. Edhe pse ushqimet dhe pijet jo alkolike kanë pasur një rritje më të moderuar prej 1.3%, rritja e kostove fikse si qiraja dhe transporti po lë gjithnjë e më pak hapësirë për konsum tjetër. Shërbimet e restoranteve dhe akomodimit po ashtu janë shtrenjtuar me 2.4%, duke reflektuar rritjen e kostove të lëndëve të para dhe qirave të ambienteve tregtare. Në këtë tablo të vështirë ekonomike, qytetarët po përballen me një realitet ku rrogat mbeten pas, ndërsa çmimi i strehimit dhe lëvizjes vazhdon të ngjitet në majat e reja, duke diktuar një rënje të ndjeshme të fuqisë blerëse.